Ne në princip votojmë kandidatin për kryetar të kuvendit. Kuptohet, do të bëjmë konsultat ndërsjella dhe me partitë tjera opozitare, pra me PDK dhe LDK. Po besoj që konstituimi i kuvendit është interes i gjithëve. Më pastaj, pra sikur se ju e dini, Aleanca angazhohet edhe punon që qeverin ta krijon opozita, pra në rast e pa mundësisë ose të mos krijimit shumicës nga opozita. S'kam komunikim nga intervista e funit e famshme e zotit Limaj. Ka qenë shumë e vështirë, pra krijimi i shumicës nga opozita vetveteu. Pozicionimi i tij hershëm e ka bërë edhe më të vështirë, ka qenë i parakohshëm. Edhe nëse Nisma dhe Limaj mbështeshin pushtetin, kuptohet që ata ndahen nga ne, po është një ndarje mjaft e turpshme për shkak se kemi kërku votë për ndryshim, edhe sjellja e tyre, veprimi i tyre është mjaft i turpshëm. Praktik, pra asnjëherë s'kemi penguar konstituimin e kuvendit, edhe këtë nuk e bojmë ndarës nga opozita, pra ky është princip, ju sikur se e dini, janë votuar edhe nën kryetarët e komuniteteve të gjithë, asnjëherë s'ka pas pengesa, edhe nuk besoj që do të pozicionohem kundër konstituimit të kuvendit. Nuk e dim cili do të jetë emri, kush do të jetë. Ju tregova se është një ndarje e turpshme për shkak se kemi shkuar në gjithë vendin, kemi kërku votë për ndryshim. Edhe me u sjell në mënyrë të tillë, beshani nuk është në rregull. Vetëvendosjen e kemi vetëm një kërkesë, ata me dalë në opozitë, për opozitën asnjë kusht. Tani nëse ndahet Limaj është më vështirë, po ne do të vazhdojmë për shkak se edhe me votat e nismes ende nuk ka një shumicë vetëvendosje, do të vazhdojmë pra krijimin e shumicës.